Do shta është tash momenti të kalojmë pak të ndërlidhim këtë ndryshimin e emrit të arbërorëve në shqiptar, me qenë se kemi pas një evoluim nga arbërorët tek shqiptarët. Jemi në një lëvizje, kemi hyrë në shekullin 21 në një lëvizje e cila do të, në mënyrë hipotetike, do të krijojë shqipërorët, pra banorët e Shqipërisë dhe kosovarët, apo shkojmë te bashkësitë shqiptare, të cilat jo vetëm këtu, por shpërndahen gjithandej botës. Po, fakti që ka sot dy shtete shqiptarë në Balkan, natyrisht ka edhe një tikim në formimin e identiteteve, çdo ditë. Por unë mendoj që ky në të vërtetë është si tillë të shqiptarët të Shqipërisë dhe kosovarët një fenomeni i shekulli 20, domethënë është një konsekvencë e darjes së hapësirës shqiptare në ish-perandorin osmane në vitin 1912 dhe prandaj sidomos me dy zhvillime politiko-shoqërore, kulturore shumë të ndryshme pas luftës së dytë botërore. Në të vërtetë në këtë periudhë, domethënë me enverismin në Shqipëri, me socializmin të stilit titist këtu në Jugosllavi, ka filluar një epokë e re, sepse edhe në shumë domethënë fushat të jetës, domethënë fushat të jetës që kanë tikim për të gjithë njerëz, jo vetëm për intelektualët, dallimet ishin krejt të mëdha. Për shembull, prona private që u shtuk krejt në Shqipërinë enveriste, por ka pjetuar këtu në Jugosllavi. Dalimi edhe i lëvizjes i përgimit në Shqipëri ishte për herë e parë në gjithë historinë e shqiptarëve që në epokën e enverismit njerëz nuk kishin të drejtë të lëviznin as brenda as jashtë vendit. Por për shqiptarët e ish Jugosllavisë, ata qarkullonin jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë. Qarkullonin edhe jo vetëm malrat, por edhe teknologjia dhe dia këtu, te shqiptarët e Jugosllavisë. Shqipëria ishte vend i mbyllur. Feja u ndalua në Shqipërinë enveriste, ka pjetuar këtu. Mirë, e gjithë zhvillimi drejt një shoqërie më laike, kjo u bë, domethënë hap këtu në Kosovë, në Shqipëri rreptësisht u imponuan ka sistemi, dhe unë mendoj që dalimi kryesor që pjeton deri më sot është shkatërimi i besimit në tjetrin në Shqipëri, sepse sigurimi, domethënë një institucion, një shërbim sekret që u kontrolluan nga shqiptarët kundër shqiptarëve, ka në të vërtetë shkatruar të gjithë strukturat shoqërore edhe ka futur edhe deri në familjen. Kjo nuk u bë te shqiptarët të ish Jugosllavisë. Dhe kjo në të vërtetë ishte në historinë e shqiptarëve një revolucion shumë modern e cili në fundit ka çuar edhe drejt eksistencës të dy shteteve shqiptar sot në Balkan, me kulturë politike. Kjo është mendimi im që dalimi kryesor midis Shqipërisë dhe Kosovës është kultura politike. Është edhe një moment tjetër, domethënë aksidentaliteti i ndërtimit të Kosovës si shtet nga përfundimi i luftës së dytë botërore, i jep Kosovës një detyrë të jashtëzakonshme të shndrohet në Piemontin e shqiptarëve të ish Jugosllavisë. Pra Universiteti i Prishtinës shndrohet në Universitetin e shqiptarëve të Maqedonisë, të Malit të Zi, të Luginës së Preshevës. Çfarë flet kjo pastaj për relacionet mes identiteteve shqiptare në Shqipëri dhe në këtë pjesën lindore të arbërisë? Unë mendoj që ju keni bërë një vërejtje shumë të rëndësishme. Ishte interesant që në të vërtetë kombi modern, domethënë si komp laik me shtresë intelektuale, u krijua në Universitetin e Prishtinës. Mund të përcaktojmë shumë qartësisht në çfarë hapësirë konkrete kjo u bë. Kjo është edhe shumë interesante. Domethënë intelektualët, zhvillimi edhe një shtresë intelektuale kishte një rol kyçe të jashtëzakonshme. Por
unë mendoj që mund të vërejmë në shekullin 20, do më thënë një ndryshim radikal, rrënjësor e peshës së rajoneve të ndryshme. Në fund, në fillim të shekullit 20, ishte shumë qartë qendrat kryesore politike ishin Shkup dhe Prizren. Shkupi ka humbur shumë në shekullin 20. Do më thënë, nga krye qyteti vilajetit së Kosovës, deri një situatë, një pozitë shumë marginale në botën intelektuale shqiptare dhe edhe politike. Dhe edhe sot, natyrisht, në shekullin 20 u trishua një lloj tabele e prestizhi shqiptar. Në fund të epokës osmane, numër 1 ishte doshta Prizreni, numër 2 Shkupi dhe prandaj doshta Shkodra, Vlora dhe sot është Prishtina, Tirana në të njëjtin nivel dhe Shkupi si numër 2 ose 3, por qendrat për shembull në Malin e Si ose në lukinën e Preshevës, për të mos folur edhe për organizacijet e të tjerë, kjo ka ndryshuar krejt. Do më thënë, edhe ideja e Memedheut për shembull, shteti shqiptar, do më thënë Shqipëria ose Apëria perëndimore historikisht ka marrë këtë rol të Memedheut për disa dekadë dhe por sot më duket ka dy kryeqytetet, dy qendrat kryesore të shoqërive shqiptare. Kjo natyrisht ka krijuar një situatë policentrik, e cila nuk është më situata policentrike e epokës osmane. Dhe sot mund edhe të shihet për shembull si në Shkup intelektualët shqiptar luftojnë edhe për të pak rikrijuar, rinçalëruar pozitën të cilët kishin pasur një shekull më parë.